pjesë e agjendës që e glabërisin Shqipërinë dhe nuk mund të presim shumë prej tyre. Ne jemi dëshmitar që disa eurodeputet kanë erdhur në protestë dhe mbështesin protestën, po besoj unë që edhe ardhja e tyre është që të kahja e protestës të drejtohet për drejt Unionit Evropian, se ja kemi edhe mbështetës në Bashkimin Evropian. Mirë po ata protestues që dalin aty, duhet ta kuptojnë që e keqja e tyre vin pikërisht nga Bashkimi Evropian dhe nga SBA-ja. Pra, dëgjojmë që disa protestues dalin dhe thuajnë që na përkrah ambasadori i Gjermanisë. Unë desha vetëm të them atyre që kryeministri i Gjermanisë Friedrich Merz, para se të bëhet kryeministër, ishte drejtor i kompanisë qifute BlackRock, e cila është kompania më e fuqishme në botë, në kuptimin e buxhetit çka e kanë si kompani, dhe është qesharake që të presisht që ata të përkrahin këtë protest, dhe qëllimi të cilës është që sovraniteti shqiptarëve të kthehet përsëri te shqiptarët. Qëllimi i kompanive internacionale është që të glabërisin Shqipërinë, si glabërisin edhe shtetet tjera, prandaj nuk pres ndonjë shpresë nga Bashkimi Evropian, dhe kuptohet që kemi shembuj të ndryshëm në Evropë. Ndoshta u kam treguar disa herë që unë jam master për studime evropiane në Universitetin e Vjenës, dhe kuptohet që këta tema i njoh shumë mirë, si funksionon Bashkimi Evropian. Kam qenë edhe në Bruksel në Parlamentin Evropian, në gjykatën evropiane në Luksemburg, dhe i kam gjek edhe punimet e tyre, dhe gjithçka shkon nëpërmjet lobimit. Pra nuk është sikur, apo mund të marrim si shembull Kongresin Amerikan, dhe në Parlamentin Evropian, lobe interesi të ndryshme hyjnë aty dhe paguajnë dhe agjendat e tyre i zhvillojnë, sidomos kompanitë e mëdha, të marrim si Google, Facebook, YouTube, të gjitha ata nëpërmjet financimit, ata e mbajnë gjallë Komisionin Evropian dhe kuptohet pastaj realizojnë qëllimet e tyre. Ne kemi rastin e Bullgarisë dhe Rumanisë, të cilët kanë hyrë në Bashkimin Evropian në vitin 2007, pra gati janë bë 2 dekada, dhe kuptohet që rezultatet janë shumë negative, sidomos në aspektin e shprehjes së fjalës së lirë. Ne dim që presidenti që donte të kandidojë në Rumani, ju more drejta e kandidimit dhe që ishte potencial për të fituar zgjedhjet. Ne dim që në Bullgari për 4 vite nuk mund të formohej qeveria, për shkak se çdo 6 muaj formohej qeveri e re, me qëllim që Bullgaria të vazhdon ta përkrahë luftën në Ukrainë kundër Rusisë. Mirëpo jashtë së fundi u formua një qeveri dhe të cilët e tërhoqën përkrahjen e Ukrainës nga qeveria e Bullgarisë. Pra, e gjitha iluzion dhe kryeministri Edi Rama që i mashtron shqiptarët që ja Shqipëria do të integrohet në Bashkimin Evropian dhe do të zgjidhen hallet tona, është një mashtrim dhe njerëzit duhet ta refuzojnë. Se edhe nëse vin çështja që të antarësohet Shqipëria, e gjithë sovraniteti i shqiptarëve do të jetë në Bruksel, dhe prej Brukseli ne populli shqiptar nuk do të ketë asnjë mundësi lobimi në Parlamentin Evropian, në Komisionin e Unionit Evropian, dhe ende më shumë turistnia do të shtohet dhe kapitali huaj do ta blejë gjithë Shqipërinë, ashtu siç e kanë plan. Dhe po ashtu duhet në aspektin e sigurisë dua disa fjalë që t'i them, që pasi të përfundoj lufta me Iranin apo të bëjë një marrëveshje, plani i Izraelit është që ta sulmojë edhe Turqinë për shkak se e shiqon si konkurrencë. Në rast se sulmohet Turqia, Izraeli është duke punuar thellë që të bëjnë një bashkëpunim me shtetet e Ballkanit, sidomos me Greqinë, me Kipron, dhe tani e ka futur edhe Shqipërinë në radar të tyre, Serbinë dhe Republika Srpska të Bosnjës dhe Hercegovinës. Dhe pse është Serbia në atë aleancë? Për shkak se sponsorizues kryesor i armatimit pas Amerikës, Gjermanisë, është Serbia, të cilët dërgojnë armatim kundër gjenocidit në Gaza apo tani kundër Libanit. Dhe qëllimi i Serbisë kuptohet që do të ishte që ta sulmoj Kosovën, përderisa qëllimi i Republikës Srpska do të ishte që ta sulmoj Bosnjë. Dhe
këtu ndeshen edhe interesat e tyre së bashku me Izraelin, për shkak se Turqia është shtet i cili sadopak garanton ekzistencën e Turqisë dhe ekzistencën e Bosnjës, dhe si duket kryeministri Edi Rama ka vendosur që të hyjë në këtë koalicion, ta shndëroj Shqipërinë në një bazë ushtarake, sidomos për aeroplanët e Izraelit, dhe kuptohet që pastaj nëpërmjet kolonëve çifut që ta okupoj Shqipërinë. Dhe kuptohet që protestuesit për këtë duhet të protestojnë. Të gjithë ata çka e shiqova dhe pas në fotografinë e juaj, çka dalin aty fjala me plisa në kokë, ata janë të kapur nga pushteti. Qëllimi i tyre është të lodhin protestuesit. Unë kur shiqoj protestën mund ta përkrahi vetëm marshin që bëhet, për shkak se gjatë marshit nuk kemi flamur amerikan, nuk kemi flamur të shteteve të huaja. Mirë po kur fillon marshi me flamurin amerikan në xhep, përpiqen që t'i eliminojnë protestet apo projektet amerikane në Shqipëri dhe ndikimin amerikan në Shqipëri. Pra janë qesharak ata çka e kanë kapur mikrofonin dhe kuptohet që do të konsiderohen si tradhtarët më të mëdhej të kësaj proteste, për shkak se qëllimi i tyre është që t'i lodhin protestuesit dhe që ta kahjen e protestës ta drejtojnë për drejt Bashkimit Evropian dhe Amerikës, dhe përderisa ne 35 viti jemi në këtë drejtim dhe si rezultat rrezikohet ekzistenca e Shqipërisë nga okupimi i Izraelit. E qartë, do t'i nga ana tjetër, mendoni se nëse Komisioni Evropian pra po kërkon standarde të larta sa i përket këtyre projekteve, a duhet qeveria të rishikojë të gjithë mënyrën se si miratohen këto investime strategjike dhe nga ana tjetër në këtë situatë tashmë që jemi, apo rrezikon kryeministri shqiptar të gjithë imazhin e Shqipërisë europiane me debatet rreth këtyre investitorëve strategjik? Po nuk është se Shqipëria ka ndonjë imazh shumë të mirë, sidomos në këta 35 vitet e fundit. Kryeministri i Shqipërisë u kap duke kryer vepër penale në Zvërnec, për shkak se kemi incizime satelitore. Një video e tillë u shfaq edhe nga New York Times, ku shiqohet që në Zvërnec kishin ndërtuar edhe ura. Pra, në një kohë kur kryeministri thotë që nuk ka një projekt për Zvërnesin, aty bëheshin ndërtime të rënda dhe me makineri të rëndë, të cilat ishin duke e shkatruar të gjithat pasuri kombëtare çka është në Zvërnec. Dhe kuptohet që na kujtohet menjëherë pas fillimit të protestës, ishte kryetari i Këshillit të Unionit Evropian, ishte i pranishëm te kryeministri Rama. Dhe në pranit të tij, kryeministri Rama tha që nuk ka shans që të anulohet kjo protesta. Pra prej këtu e shiqojmë që kryetari i Këshillit të Unionit Evropian as pak nuk reagoi. Pra këtu shiqohet se sa agresiv është kryeministri Edi Rama, po në të njëjtën kohë shiqohet që çfarë përkrahje ka nga Unioni Evropian. Për shkak se të gjithë ata që janë në pozita udhëheqëse në Bashkimin Evropian kanë arritur që t'i marrin ato pozita fal lobimit Izraelit, po pse jo edhe në Bashkimin Evropian dhe Parlamentin Evropian është shumë aktiv fondacioni i Çifutit Soros, dhe përderisa edhe Rama është i përkrahur nga fondacioni i Çifutit Soros dhe që bashkërisht janë të përkrahur nga bankierët Çifut Rothschild, ata janë në një vijë dhe do të përpiqen që të mbetet Edi Rama në pushtet. Tani për të ndruar Edi Rama kuptohet që shpresa ime është që brenda Partisë Socialiste, pasi që të shiqojnë dobësimin e Edi Ramas nga këta protesta, të përpiqen që ta rrezojnë. Mirë po edhe ata frigohen për shkak se me këtë kod zgjedhor është kryetari i partisë i cili emëron të gjithë deputetët, për shkak se nëse në një kohë të afërt shkohet në zgjedhje parlamentare, të gjithë deputetët duhet ta marrin vizën e kryetarit të partisë për të kandiduar për deputet. Dhe përderisa është ky kod zgjedhor, nuk besoj që të ketë si në Partinë Demokratike, po ashtu edhe në Partinë Socialiste që të revoltohen disa deputet të përpiqen që ta ndryshojnë situatën.
Si duket kjo protest do të jetë maratone, sidomos tani ka shumë popullat në Shqipëri që vinë për pushime emigrantët shqiptar dhe do të ketë intensitet të protestave. Besoj që ata që janë pak më ekspert se si bëhet protesta do të mund të shfrytëzojnë të gjithë këtë masë të popullit në favor të tyre. Nëse humbin këtë shans, atëherë s'ka gjasa që të shuhet protesta dhe situata të vështirësohet më shumë dhe njerëzit ta humbin shpresën dhe t'ja lënë Shqipërinë Izraelit. Por unë këtë situatë e shoh më pak të mundshme, për shkak se shqiptar nuk kemi vetëm në Shqipërinë e sotshme, të cilët janë në turistninë e patronazhistëve. Kemi shqiptar në Maqedoni, në Kosovë, në gjithë diaspora shqiptare apo emigrantët shqiptar. Ne nuk kemi frikë nga ata patronazhistë dhe nga kjo qeveri kuisling e Izraelit në Shqipëri. Dhe me mbështetjen tonë besoj që do ta rrezojmë këtë qeveri sioniste me vlera talmudike të Shqipërisë dhe ta marrin pushtetin njerëz me vlera kombëtare, fetare, kulturore, që do t'i përfaqësojë densisht shqiptarët në Shqipëri.